Kapitulli 12 na vendos edhe përpara disa sfidave konkrete. Sfida e parë dhe më rëndësishme është rritja e standardeve të stabilimenteve ushqimore. Por çdo subjekt do duhet jo vetëm të përmbushi kërkesat e Bashkimit Evropian, por gjithashtu të përmbushi në kohën e duhur, pasi rrezikon të mbetet jashtë tregut në momentin e antarësimit. Për këtë arsye, qasja jonë është e balancuar, por dhe e përgjeshme, ku synohet ndërtimi një plani konkret për mbështetjen financiare të targetuar, afate të qarta për përmirësimin, si edhe bashkëpunimin e ngushtë me biznesin. Qëllimi është më së qartë, ky tranzicion të mos jetë barr, por duhet të jetë mundësi zhvillimi. Dhe gjithashtu elementi kritik që duhet kemi parasysh është menaxhimi nën produkteve me origjinë shtazore dhe funksionimi thertoreve sipas standardeve europiane. Dhe po ashtu në këtë synim, në këtë drejtim synojmë të konsolidojmë kuadrin ligjor, gjithashtu vendosjen dhe klasifikimin e qartë sipas riskut, si edhe mbështetjen me investime në infrastrukturë të dedikuar. Kjo garanton gjurmëshmërinë e plotë dhe eliminon çdo lloj rreziku për kontaminim. Unë nuk i trëmbem kohës që kemi dispozicion, është e mjaftueshme. Unë nuk i trëmbem aftësive të gjithë atyre që kanë investuar në këto 900 pika. Unë i trëmbem vetëm neglizhencës alla shqiptarëshe që hajtë se ka kohë. Ama se ka kohë, se s'ka problem. I trëmbem asaj ides që hajtë se do t'a gjejmë në fund, do ja gjejmë rrugën dhe Bashkimin Evropian se si t'ja rrëshqasim topin në përshal. Nuk ndodh kjo. Nuk ndodh. Dhe prandaj duhet filluar që sot me një plan gradual, patjetër, dhe me dije të plot për çfarë duhet bërë hap pas hapi. Mirëmbrëma. Ishte drejtoresha e përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit zonja Blerina Gjylameti dhe kryeministri Rama. Në fakt, ai topi mes shalësh për Bashkimin Evropian ka i problem që po ju futet shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Shqipërisë dhe po e shpjegoj në vijim pse. Siguria ushqimore është kthyer në vëmendje të institucioneve publike, kryeministrit në veçanti që nga viti i kaluar, tashmë edhe aktiviteteve të përditshme të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, edhe drejtoreshës, pse jo, të përgjithshme pra zonjës Gjylameti. Por sigurisht problematikat janë nga më ndryshmet, ndoshta edhe nga neglizhenca të cilës i trembet kryeministri me shumë të drejtë në fakt, kryesisht neglizhenca edhe e institucioneve, jo vetëm e bizneseve, operatorëve të biznesit ushqimor, dhe që neglizhenca lidhet me probleme që na shkaktohen ne edhe për fakte që ata i din, edhe pse jo zyrtarisht në letra, por realisht i din. I din se çfarë ndodh konkretisht me importin e mishit nga Kosova dhe çfarë do thotë kjo. Kemi ndërtuar sot një emision të gjatë në lidhje me mishin e Brazilit. Kryesisht nga Amerika Latine, por në veçanti të Brazilit dhe konkretisht mishin e gjellit. Mishi i Brazilit gjithmonë ka qenë i anatemuar, i diskutuar, me hije të mëdha dyshimesh e tjera, por ne kemi hetuar që për një muaj shkurt në fakt edhe në bashkëpunim me institucionet, jo gjithmonë publike. Në fakt, e nisem këtë për të hetuar se çfarë ndodh me tregtinë e kafshëve gjalla në Kosovë, referuar një postimi të ministrit të asaj kohe të bujqësisë së Kosovës, zotit Faton Peci, i cili hidhte dyshime, pra pak a shumë në postimet e tij në faqen e tij zyrtare në Facebook, për mënyrën se si tregton kafshët e gjalla në Kosovë, zhdukjen po themi të kafshëve gjalla, hynë më shumë në kufi, theren më pak e tjera, pra një disbalans shifrash, ku shkonin e tjera dhe zoti Peci fliste për masa që ka marrë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, Ministria e Bujqësisë e Kosovës, pra një postim i 2024 të mos gaboj, të cilin e gjeta në faqen e tij, pra zyrtare, sot është kryetar i komunës së Mitrovicës, dhe që fliste pra, por papritur në këtë hetim që nisem ne, duke kontaktuar me njerëz njohur, me operator biznesi, me veteriner, me njerëz të sigurisë ushqimore, na ra dorë një mesazh i çuditshëm që vinte nga Amerika Latine
për një tregtar mishi. Për një tregtar mishi të cilit i thoshte se konkretisht këtë dhe regjia mund të ndihmojë me materialin numër 2, ngarkesa, porosia që mund të kemi nga Paraguay është vetëm për dërgesën e majt. Dyshoj se mund të arrijë në Shqipëri shpejt, së shpejti pra, duke pasur parasysh që koha e tranzitit është afro 3 muaj. Ju lutem, kontrolloni nëse ka ndonjë mundësi për ngarkesë braziliane me dokumentat Kosovës. Megjithatë, sigurisht që nuk është ideale për çfarë ne kemi rënë dakord me ju ose pra për këtë çështje. Sigurisht ne kemi fshirë emrin dhe numrin e dërguesit, emrin e personit të cilit i drejtohej ky mesazh nga Amerika Latine, por ajo çfarë na bëri përshtypje dhe ngriti dyshime ishte konkretisht mish Brazili me dokumentat të Kosovës. Çfarë do të thotë kjo? Sigurisht ushtuan dyshimet tona dhe devijuan paksa tregtinë e kafshëve të gjalla, importin në Kosovë, sigurisht edhe më pas çfarë ndodh në Shqipëri me të, dhe u fokusuan pikërisht tek mishi i Brazilit në Kosovë. Në Kosovë sepse në gjithë historikun që do të ndiqni më pas përbën një skandal në lidhje me mashtrimin e qytetarëve të Kosovës, sigurinë ushqimore me probleme të qytetarëve të Kosovës në këtë rast, pra konkretisht nga mishi i gjedhit, duhet ta theksoj gjedhit, nga Brazili që vjen në Kosovë, por që vjen edhe në Shqipëri. Institucionet tona e dinë sigurisht, por ka përshtypjen se nuk kanë tentuar seriozisht ta ndalojnë për faktin se vjen me dokumenta si rieksport nga Kosova, edhe pse është mish Brazili apo edhe nga vende tjera të Amerikës Latine, por kryesisht Brazili. Shqipëria ka një marrëveshje me Ministria e Bujqësisë së Shqipërisë me Ministrinë e Republikës Federale të Brazilit ka një marrëveshje që në vitin 2006, marrëveshje kjo që ka hyrë në fuqi me anë të një urdhri ministrit, të cilin po e ndiqni, në fakt është i pjesshëm, Ministri i Bujqësisë të asaj kohe të Shqipërisë Zotit Emin Xhana, i cili bën me dije institucionet publike të Shqipërisë të ndryshme për marrëveshjen dhe urdhrin që duhet zbatuar. Pra që mishi i gjedhit dhe i pulës nga Brazili duhet të importohet në Shqipëri vetëm nga stabilimente të miratuar nga Bashkimi Evropian. Pra një urdhër që është edhe sot në fuqi, referuar marrëveshjes pak të kohëve më parë të dy ministrive, më pas e kthyer në një urdhër ministri dhe që zbatohet edhe sot. Sot zbatohet edhe për faktin që Shqipëria, siç e kërkon edhe kryeministri, e kërkojmë gjithë ne në fakt, bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, edhe për kapitullin 12 për sigurinë ushqimore, kjo është në fuqi. Do të jenë në fuqi deri edhe pak kohë besoj, derisa të hyjë në fuqi ligji për kontrollet zyrtare, pra marrëveshja e transpozuar, rregulloria e transpozuar e Bashkimit Evropian me numër 625 për kontrollet zyrtare. Para se të tregojmë komunikimet të tjera, duhet përmendim faktin se në vitin 2006, pra atë që unë thash, është miratuar një urdhër ministri. Bazuar në këtë marrëveshje është urdhri 294 datë 13/6/2006 mbi importin e mishit të Brazilit. Ky urdhër është në fuqi akoma dhe këtu nis pikërisht skandali, sepse qytetarët e Kosovës konsumojnë mish nga Brazili. Ky emision është i ndërtuar për Kosovën dhe për Shqipërinë. Ora News transmeton edhe në Kosovë nëpërmjet platformës Artmotion, qendra Alert, pra si organizatë për mbrojtjen e konsumatorëve është themeluar përveçse në Shqipëri edhe në Kosovë, etnitet i veçantë pra i pavarur nga Shqipëria. Konsumojnë pra qytetarët e Kosovës mish nga Brazili, nga stabilimente të pamiratuara, që nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian. E sigurisht ky mish vjen edhe në Shqipëri. Nga gjithë komunikimet që kemi pasur, dhe gjej rastin të falenderoj Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, pra dy institucione në Shqipëri, doganat e Kosovës, cilat janë përgjigjur më për pikmëri dhe në kohë reale, e po ashtu edhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, e cila ka kthyer disa përgjigje nga ato çfarë i kemi kërkuar. Fatkeqësisht e kanë ndërprerë komunikimin sepse nuk kanë dashur të vijojnë atë çfarë vetë kanë pranuar dhe s'kan justifikuar se si është lejuar mishi i Brazilit të importohet në Kosovë nga stabilimente të pa miratuara, ndërkohë që më herët AUV ka dalë gjithkohën ka reklamuar se mishi i Brazilit në Kosovë vjen nga stabilimente të miratuar nga Bashkimi Evropian, dhe këto janë për shembull vetëm 3 screenshote nga media të ndryshme në Kosovë para 2 vjetësh në mos gaboj, një periudhë shumë e largët, kur kishte një problem me mishin e Brazilit dhe AUV deklaronte se mishi i Brazilit vjen në Kosovë vetëm nga stabilimente të miratuara nga Bashkimi Evropian. Në fakt, AUV, pra Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës,
është ftuar të jetë pjesë e këtij programi, qoftë në studio, qoftë online. Kemi komunikuar me email, kemi komunikuar me telefona, në rrugë zyrtare, me personat e komunikimit në AUV dhe me këshilltarin për media të Ministrit Bujqësisë aktual, pra të Republikës Kosovës, dhe sigurisht nuk ka asnjë përgjigje, na shton që po diskutohet për qenë pjesë në këtë emision dhe për të shpjeguar situatën, por nuk kanë pranuar. Në situatën, pra AUV pretendonte se gjatë gjithë kohës, në deklarata mediatike, jo vetëm ato që transmetuam ne, janë vetëm 3 screenshot e Mediash Online Kosovë, por gjatë gjithë kohës kanë deklaruar se marrin mish nga stabilimentet nga Brazili, mish gjedhi nga stabilimentet miratuar nga BE. Megjithatë, referuara dyshimit se çfarë do të thotë mish me dokumentat Kosovës nga mesazhi i mëparshëm, ne i dërguam një ankesë AUV-it, një kërkesë, ka qenë 25 shkurtin, mos gaboj, i këtij viti, ku i kemi kërkuar se sa kilogram mish gjedhi është importuar nga Amerika Latine në Republikën e Kosovës për 2024-2025, sa krerë viça gjedh, pra të gjallë janë importuar në Republikën e Kosovës 24-25, përse në Republikën e Kosovës lejohet importi i mishit nga Amerika Latine dhe shtetet tjera, pra i mishit nga stabilimente, plante janë stabilimentet që nuk janë të miratuar nga Bashkimi Evropian, dhe sa viça, pra gjedh, janë thërur në thertoret e Kosovës. Dhe përgjigja në fakt e AUV-it përveç statistikave konfirmon një skandal të madh. Atë çfarë AUV ka mashtruar konsumatorët qytetarët e Kosovës rregullisht. E ka bërë për vite dhe janë prekur padyshim edhe konsumatorët e Shqipërisë për shkak të importeve të këtij mishi nga Kosova drejt Shqipërisë. Dhe nga AUV vjen përgjigja në vijim. Materiali me numër 6. Importi i gjedhit, pra përgjigja 1 për kërkesën tonë parë, për vitin 2024 është 28.552.901 kg, për vitin 2024, në falë, 2025, 27.097.213 kg mish. Pyetja është tjetër, sa janë thërur viça pra në Republikën e Kosovës 2024-2025 dhe thotë që 2024 96.228 krerë, gjedh pra viça lop, dhe në vitin 2025 78.595 krerë. Gjatë vitit 2024 janë kontrolluar dhe janë lëshuar 37.584 certifikata thërës kafshëve, ndërsa në 2025 29.779 certifikata thërës kafshëve. Tu ka një disbalans mes shifrave të importit apo dhe të prodhimit vendase, viçave gjedhit që mbashtohet aty për mish, me numrin e certifikatave, po kjo nuk është fakt, nuk është provë që mund të komprometoj diçka, sepse me një certifikat therje mund të ketë një numër X krerësh gjedh dhe që nuk është provë. Por problematika në lidhje me pyetjen e importit të mishit nga Brazili nga stabilimente të pamiratuar nga BE, dhe konkretisht AUV përgjigjet. Në lidhje me çështjen e cekur, sqarojmë se në Republikën e Kosovës nuk ekziston një dispozitë e veçantë ligjore që i cakton kushtet e importit të mishit të gjedhit ekskluzivisht me miratimin e stabilimenteve nga Bashkimi Evropian. Importi realizohet në përputhje me legjislacionin vendor në fuqi, duke u bazuar në certifikimin zyrtar nga autoriteti kompetent i vendit eksportues dhe autoriteti i kontrollit zyrtar, pra dhe kontrolli zyrtar në pikën kufitare, pra pikat e Kosovës në këtë rast, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Pra AUV në këtë përgjigje e pranon zyrtarisht që nuk importon mish nga stabilimente të miratuar nga Bashkimi Evropian, nga Brazili mish gjedhi. Edhe ky është skandali në fakt, sepse po të referohemi dokumentit me numër 4 nga mediat e mëparshme, që edhe mund mos e përsërisim me detyrim regjia, referoj pra deklaratat ishin që importohet mishi Brazilit nga stabilimente të miratuara nga Bashkimi Evropian. Është tonë pra gjatë gjithë kohës dhe në fakt duket qartë që AUV ka gënyer konsumatorët e Kosovës. Është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, institucioni zyrtar shtetëror që ka për detyrë garantimin e sigurisë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe të bimëve. Dhe në fakt, AUV vazhdon ta fsheh skandalin, ta thelloj skandalin kur fshet dokumentet në një email tjetër vijues i kërkuam, që i kemi kërkuar. Në gjitha deklaratat publike, pra i themi AUV-it, keni deklaruar se importi i mishit nga Brazili, por nga tjera shtete bëhet vetëm nga stabilimente apo thertore të miratuar nga Bashkimi Evropian. Dhe
domethënë numri 7 është kërkesa që ne i kemi quar dhe konkretisht i kemi shkruar. Jo lutem na tregoni se cila kohë apo nga cila kohë apo periudhë ka nisur të lejohet importi nga stabilimente që nuk janë të miratuar nga BE. Pra e pyesim cilën kohë keni filluar ta lejoni, për sa kohë gjatë gjithë kohës thonin që lejohet vetëm nga të miratuarat. Pra që nuk janë të miratuara. Ju lutem lidhe me këtë temë, na informoni dhe në lidhje me kompanitë në Republikën e Kosovës që importojnë nga këto stabilimente të pa miratuar nga Bashkimi Evropian, cilat janë sasitë e mishit të gjedhur të ardhur nga Amerika Latine për 24-25 nga stabilimentet apo thertoret e pa miratuara nga BE, duke referuar ligjit kaq e aq për qasje në dokumente publike. I kërkojmë që të na vënë dispozicion për periudhën 1 janar 2025 deri më 31 janar po 2025, kopjet e dosjeve të importit për stabilimente që nuk janë të miratuara nga Bashkimi Evropian. Sigurisht, AUV kërkon kohë, është dokumenti me numër 8, pra për shkak të volumit të këtyre dosjeve, sigurisht afati ligjor për të kthyer përgjigje institucionet publike në Kosovë është vetëm 7 ditë, ndërsa AUV kërkon kohë me idenë që të mos penalizohesh nga institucionet të tjera. Dhe sigurisht ju dham kohën e mundshme, duke ju thënë që nuk kemi asnjë problem me afatet, merrni gjithë kohën tuaj për të na sjellë një material siç e kemi kërkuar. Pas disa ditësh, në tentativë për të shmangur përgjigjes, mendoj, AUV deklaron se nuk mund të jap këto dokumente. Pra, herë kërkon kohë, pastaj thotë që nuk mund të japim këto dokumente dhe duhet shkonim ne vetë fizikisht në AUV për të marrë dosjet e importit. Sigurisht, ky është dokumenti me numër 9 që e ka regjia, është refuzimi nga AUV pra, dhe ne sigurisht i përgjigjemi duke i treguar se gjithçka prevalon. Pra mbi gjitha prevalon mbrojtja e konsumatorit, shëndeti publik, e drejta për informimin dhe nuk përbën asnjë sekret tregtar emri i kompanive e po ashtu certifikatat e importit të kompanive nga stabilimentet pa miratuara për 2025 nga Brazili. Pas shprehjes së dokumentacionit, Qendra Alerti drejtohet Agjencisë për Informim dhe Privatësi të Kosovës me një ankesë për AUV, të cilës i vëmë dispozicion ankesën tonë, pra duke Agjencia për Privatësi e Kosovës për Informim dhe Privatësi është homologja e Inspektoratit për të drejtë e informimit në Shqipëri, një institucion që merr masa në fakt dhe janë mjaft serioz në atë çfarë bëjnë në Republikën e Kosovës. I kemi dërguar gjithë dokumentacionin, komunikimet me AUV-in dhe më pas në ka ardhur një përgjigje nga ata që ankesa është pranuar e sigurisht është në shqyrtim. Pra, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, gjatë gjithë kohës nuk ka qenë korrekte me konsumatorët e saj, sigurisht, duke ju thënë që merrni mish, konsumoni mish nga Brazili e tjera, por nga stabilimentet miratuara, por që vetë e pranon që nuk është detyrim ligjor dhe sigurisht nuk e bëjnë. Por sa mish ka hyrë nga Brazili në Republikën e Kosovës, e po ashtu sa ka hyrë në Shqipëri nëpërmjet Kosovës, si mish dhe nën produkte mishe. Sigurisht sasitë janë shumë të mëdha dhe në dy rastet duke cënuar rënd sigurinë ushqimore të dy shteteve shqipfolse, pra Kosovë dhe Shqipëri. Po në muajin shkurt 2025 i kërkuam informacion doganës së Kosovës dhe konkretisht i kërkuam materiali numër 13 se sa mish gjedhë është importuar nga Amerika Latine në Kosovë për vitet 2024-2025, sa krerë gjedhë janë importuar në Republikën e Kosovës po 2024-2025 dhe përgjigjet që vinë më pas nga doganët e Kosovës, sigurisht statistikat janë marramense, është konkretisht ky dokumenti që ju po shikoni dhe bëhet fjalë për mishin e importuar nga Brazili. Në sasi të mëdha, është Amerika Latine, në fakt, por nëse shikoni rezultatet e Brazilit, dominon Brazili me 8.ca milion kilogramet, ka që aq, po ashtu 2024, po ashtu 2025. Dhe e çuditshme është, sipas edhe çmimeve të deklaruara në doganën e Kosovës, që për vitin 2024 çmimi mesatar i 1 kilogrami mish nga Brazili në Republikën e Kosovës ka qenë 3.59 euro dhe për vitin 2025 4.3 euro, pra mish importi nga Brazili, duke treguar që është disi më i lirë se sa mishi që importohet nga stabilimente të miratuar nga BE dhe që do të merremi me shifrat
edhe në vijim. Pra importi mishit nga Kosova, do doja ta përsërisnim edhe një herë dokumentin me numër 14, është pra sasitë e mëdha, është gjithë Amerika Latine, por mund ta shihni lirshëm se sa i madh është importi, se sa dominon Brazili në import. Sigurisht në këtë mënyrë import është edhe në Shqipëri, por në këtë rast po flasim për Kosovën, sepse Shqipëria nga Brazili merr nga stabilimentet e miratuar nga Bashkimi Evropian, Kosova fatkesisht jo. Njëherësh për gjithë ata që nuk e dinë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, pse jo, dhe pretendojnë që konsumojnë mish të freskët, flasin për të freskën tani jo atë të ngririn, në terma zyrtar, ligjor edhe i ngrirë quhet i freskët, po tani flasim për të freskën të sapotherur e tjera, pra që nuk është i ngrirë në Kosovë. Po ti pyesësh gjithë në Kosovë, qytetarët e Kosovës thonë që po, mishi i freskët është mish vendi. Po kështu ndoshta edhe në Shqipëri. Por në fakt, shumë kafsh janë me qindra mijëra kafsh që importohen në Kosovë çdo vit, e prej atyre mund të vinë edhe në Shqipëri, të cilat vërtet therrën në Kosovë, por që origjinin e kanë kryesisht nga Hungaria, por edhe shtete të tjera. Pra nuk është mish nga Kosova, nuk është mish i gjellit të Kosovës, i kafshëve të rritura as në stabilimente, as në bjeshket e Sharrit apo të Rrugovës, por është mish i viçave të importuar nga republika të ndryshme të Evropës, kryesisht e ritheksoj nga Hungaria. Ndërkohë po ti referohemi sërish përgjigjes së doganës Kosovës për importin e kafshëve gjalla, për këtë që sapo thash, shifrat janë pikërisht këto. Janë me qindra mijëra kafshë të importuara për gjell. Po ta shikoni me vëmendje dokumentin, ka disa që janë fshirë, sigurisht ne kemi edhe dokumentin e plot për çdo njeri që mund të ketë dyshime, por aty kanë qenë numri i krerëve për mbarshtim, pa kryesisht mushqera, lopë e tjera që janë për mbarshtim. Ne kemi lënë vetëm ato për therrje që i shikoni në këtë tabelë. Dhe çfarë është më interesante? Në fakt, vlera për vitin 2024 e importit të kafshëve të gjalla në Republikën e Kosovës është 90.264.387.11 euro. Si vlerë totale, numri total është 121.377 krerë, por nëse ne jemi konsultuar me disa ekspertë, specialistë të ndryshëm që e njohin mirë çështjen e therrjeve, drejtues therrëtorësh e tjerë, kemi bërë një përllogaritje. Dhe referuar gjithë kësaj shume dhe numrit të krerëve të ardhur, por dhe peshës së gjallë e cila është në tabel, pra peshës, sepse doganat zakonisht qoftë Kosova, qoftë Shqipëria dërgojnë peshë gjallë, përveç numrit krerëve edhe peshë gjallë, sa është totali, rezulton që peshë gjallë, 1 kilogram mish, është 2.29 euro. Pra mbasi therret kafsha, me gjithë firo që mund të ketë, me të brendshme, me humbje gjaku, lëngjesh e tjera, rezulton 2.29 euro në kilograme. Dhe po sipas llogaritjeve, nëse ky mish do shkonte për punim, mish pa kocka e tjera, pra për punim në industrinë e përpunimit mishit, sallame e tjera, ose edhe për ushqim në restorante, bifteku që mund ta shohim ne, apo produkte tjera pa kockë. Pra nëse i hiqet kocka e gjitha dhe ngelet vetëm tul, mesatarja e mishit për vitin 2024 e çmimit është 4.4 euro. Ndërsa sipas statistikave të 2025-s, që janë diku 81 milion euro vlerë totale, dhe çmimet sigurisht ndryshojnë nga viti në vit, kemi 2.58 euro mishin, pra pas therrjes, dhe 4.95 euro është çmimi i mishit pa kocka. Mish i cili, pra mbasi është zhveshur nga gjithë kockat e mundshme me gjithë shkafiro e tjera, ka rezultuar me atë çmim. Pra një çmim që ne zakonisht as në dyqanet e Kosovës, as në dyqanet e Shqipërisë nuk e gjejmë, dhe duke ju ofruar konsumatorëve si produkt i freskët vendi, shitet me çmime shumë më të larta. Do doja të shkonim një hapësirë shkurtër publicitare, por mos u largoni nga ekrani i Ora News, sepse nuk keni parë gjë akoma. Perlat vazhdojnë. Jemi kthyer sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe siç e keni ndjekur edhe pjesën e parë, në fakt po flasim për një skandal që ka të bëjë me sigurinë ushqimore, ku përfshihet kryesisht Kosova, por që edhe Shqipëria patjetër impaktohet. Pra për mish nga Brazili, mishgjedhje nga Brazili,
që importohet në Kosovë nga stabilimente të pamiratuar nga Bashkimi Evropian, pra qytetar, ndërkohë që AOV, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, ka deklaruar çdo ditë, çdo vit, që apo sa është dashur është pyetur se importi i mishit nga Brazili bëhet nga stabilimentet të Bashkimit Evropian, ndërkohë në komunikimet që kemi pasur me ta, siç e transmetuam në pjesë të parë, kanë pranuar të kundërtën, pra që nuk e importojnë detyrimisht dhe nuk kanë bazë ligjore për ta importuar me detyrim nga stabilimentet të miratuar nga Bashkimi Evropian. Folëm në fund pjesës parë për importin e kafshëve në Kosovë, atë që mendohet pra që mishi i Kosovës i freskëti është nga viça apo gjedhë të therrura të rritura në Kosovë, sigurisht janë importi, por që mund therren patjetër në Kosovë dhe tregtohen prej aty e në Shqipëri. Në gjithë të histori shifrash, në fakt, patjetër që e prekur është edhe Shqipëria dhe jo pak. Ne i dërguam në vim gjithë komunikimeve, në fakt, i dërguam edhe një kërkesë Drejtorisë Përgjithshme të Doganave të Shqipërisë, kundër të tjera i kërkuam se sa mishgjedhi me origjinë nga Kosova janë importuar në Republikën e Shqipërisë për 2024-2025, sa kilogram salam janë importuar nga Kosova për në Republikën e Shqipërisë gjatë 2024-2025, dhe shifrat janë të frikshme. Shifrat janë të frikshme se sa shumë marrim ne nga Kosova, mish, por edhe nën produkte mishi, të cilat sigurisht edhe referuar çmimeve që deklarohen, kuptohet shumë lehtë sepse nga është origjina e mishit. Dhe konkretisht dokumenti 17 është importi i mishit nga Kosova sipas Drejtorisë Përgjithshme të Doganave janë sigurisht me qindra kilogram. Për vitin 2024, sipas nomenklaturës së Doganave, kodi 0202, pra mish i ngrirë, ne kemi importuar nga Kosova 508.236 kg ose 508 ton, me vlerën aq sa është dhe me vlerë 313.4 lek. Pra 313.4 lek, ndërkohë që çmimi në Kosovë ishte afërsisht kaq i importit nga Brazili. Kodi 0201, pra mishi i freskët, po sipas nomenklaturës doganave të Shqipërisë, mishi i freskët që ka ardhur po nga Kosova në Shqipëri është me vlerë 584.36 lek. Për vitin 2024 ishin shifrat. Për vitin 2025 janë 302.634 kg mish i ngrirë, pra kodi 0202 i doganave, dhe 99.867 lek mish i freskët, kodi 01. Në vitin 2025, çmimi për mishin e ngrirë ka qenë 323.55 lek, ndërsa mishi i freskët 668 lek. XK për gjithë ata, vendi në origjinës është Kosova në termat zyrtar të institucioneve. Tani, përveç çështjes shifrave që nuk kanë shumë sens, ose tregojnë më së miri se nga vjen ky mish, duhet një logjik të thjesht biznesi. Mishi i ngrirë është 313 lek për vitin 2024 dhe 323.55 lek për vitin 2025. Mishi i freskët është më shtrejt, 584.36, 24 dhe 25 në 668 lek. Në çdo logjik biznesi, në çdo njeri që ditë bëj biznes, dhe në shifra në fakt, shifra dhe kostësh, mishi i ngrirë duhet jetë më i shtrejt se sa mishi i lirë, se sa mishi i ngrirë. Pra, se sa mishi i freskët. Mishi i ngrirë duhet jetë më shtrejt se sa mishi i freskët, sepse përveç gjithë proceseve që kalohen, pra kafsha e tjerë, ka kosto kontejneri, ka kosto energjia, ka kosto mirëmbajtja, pra gjithë koha derisa shkon tek konsumatori final. Kështu që një shifër e tillë tregon fare mirë se çfarë ndodh, pra se si është mishi i ngrirë i Kosovës, pra është mishi që ka njëta çmime me ato të importit nga Brazili, dhe mishi i importit, mishi i freskët nga Kosova, pra me çmime që janë më të larta, janë pikërisht këto mishi i gjedhve që vjen nga Kosova në Shqipëri, që therren në Kosovë, nuk do doja ta quaja mish Kosove, sepse nuk është me origjinë Kosove, të paktën shumica, por me mish gjedhësh nga importi Hungaria apo shtete tjera. Pra fakti që, pse e bëra këtë krahasim, në dokumentat që i vinë autoritetit kombëtar të ushqimit në pikat e inspektimit kufitar,
mishi që importohet nga Kosova, nga Shqipëri, pra nga Kosova drejt Shqipërisë vjen me dokumenta si mish Kosove, përfshirë dhe mishin e ngrirë. Pra mishi i Brazilit, mund të ndrohen dokumentat, certifikatat, çdo dokument tjetër shoqërues dhe vendoset origjina Kosovë. Në fakt, po t'ishte edhe origjina e këtij Kosovë, po t'ishte Kosovë, pavarësisht nga mund të kishte ardhur gjelli, shembull, viçi i gjallë, çmimi duhet ishte më i lartë, sepse nëse 1 kilogram mish është 668 lek i freskët, ky ngrirë duhet ishte më shumë sepse është 668 plus kostot e kontejner, energjia e gjithçka tjetër. Pra tregon që nuk është mish me origjinë nga Kosova, thjesht Kosova është një vend tranziti ose rieksporti. Kështu që për gjithë ata që nuk e dinë dhe kryesisht autoritetet në Shqipëri, jam i sigurt që e dinë dhe nga burime tonat edhe gjatë diskutimeve të dy institucioneve, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të Shqipërisë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, është diskutuar kjo çështje edhe pse nuk është gjetur zgjidhje, pra sepse edhe AKU e di mirë që ky mish që vjen me dokumente nga Kosova, si mish Kosove, është mish Brazili. Por mbi të gjitha, fatkesi për konsumatorët tanë, e pse jo dhe për Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, është se ky mish është nga stabilimente të pamiratuara nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që Shqipëria nga Brazili importon mish gjedhi dhe mish pule nga stabilimente të miratuara nga BE. Nëse një kontejner vjen në Shqipëri, përveç tranzitit për Kosovën, apo për shpërndarje në Shqipëri, vjen nga një stabiliment i pamiratuar nga BE, pra në Brazil, ky kontejner kthehet mbrapsht. Po këto kushte edhe importuesit tan nuk e importojnë një produkt tillë sepse e dinë që do t'ju kthehet mbrapsht dhe nuk lejohet futja në territorin e Republikës së Shqipërisë. Vjoj më tej, pra folem për shifrat dhe përveç mishit kemi edhe sasi tjera të mëdha, po nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kemi sasit e sallamit që është importuar nga Kosova për vitet 2024-2025. 24-ën është sasia 481.141 kg dhe për vitin 2025 është 487.400 kg. Me një vlerë mesatare çmimi 204.85 lek për kilogram në 2024 dhe 203 lek për vitin 2025. Pra shifra që, sigurisht në shifrat e doganave mund të ketë edhe produkte të tjera mishi, të përpunuar, pra jo vetëm sallam, po mund të ketë salcice, mund të ketë nën produkte të ndryshme që i prodhohen në Kosovë dhe vinë në Shqipëri. Dhe çmimi është një mesatare e tyre, por referuar çmimit të mishit dhe kryesisht mishi i importit dhe jo mishi i freskët i vendit as në Kosovë dhe as në Shqipëri, nuk përdoret për prodhime, pra për industrinë e përpunimit mishit, sallame e tjera, por mish i ngrirë. Në këtë rast në Kosovë nga Brazili, dhe që na rieksportohet në sallam me origjinë nga Kosova. Pra, sallam, suxhuk, qofte, pleskavica e tjera janë të markuar apo themi made in Kosova, por që sigurisht lënda e parë e tyre është mish viçi nga Brazili. Mish gjedhi nga Brazili e ritheksoj nga stabilimente të pamiratuara nga Bashkimi Evropian, të cilat cënojnë rënd sigurinë e qytetarëve të Kosovës, sepse i konsumojnë masivisht atje, dhe të Shqipërisë, sepse shifrat janë të mëdha të atyre që ne kemi importuar, pra përveç pjesës mishit, edhe sallame, pra nën produkte mishi. Por kemi të tjera shifra nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Janë thuajse të njëjta në fakt, por gjithsesi ja kemi kërkuar dhona në të njëjtën kohë me institucione tjera që përmendem. Dhe gjej rastin të i falenderova edhe në fillim dhe Autoriteti Kombëtar të Ushqimit i kemi kërkuar se sa mish gjedhi është importuar nga Republika e Kosovës në Shqipëri për vitet 2024-2025 dhe sa kilogram sallam me përmbajtje mishi gjedhi, pra me përmbajtje mishi gjedhi, shifrat që përmenda më lart të import janë me përmbajtje mishi gjedhi, jo me derë, pula apo gjithçka tjetër të mundshme. Dhe përgjigja e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit është pikërisht kjo. Për vitin 2024 janë importuar në total 621.750 kg mish gjedhi nga Kosova, ndërsa për vitin 2025 janë importuar 618.197 kg mish gjedhi. Sigurisht kemi një mos rakordim të njëjta shifra me doganën, po mund të jenë tabela lapsusin në tabela Exceli,
por që shifrat në të dy rastet janë shumë dha të importit të këtij produkti nga Kosova. Për vitin 2024, po sipas Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, pra shifrat e para ishin mishi, janë importuar 247.038.6 kg nën produkte mishi, e theksuar po nga AKU në Klapa, sallam, suxhuk, prosciutto, piskavic, pleskavic, kanë dashur shkruajnë e tjerë, ndërsa për vitin 2025 janë importuar në total 447.081 kg po nën produkte mishi, sallam, suxhuk, prosciutto, pleskavic e tjerë nga Republika e Kosovës. E theksojnë që janë të gjitha me përbërës, pra me përbërje nga mishi i gjedhit dhe jo pul apo derr. Në fakt, sasia e mishit e derrit që importon Kosova është shumë e vogël, importon kryesisht gjedh dhe pul, për shkak edhe të konsumit shumë më të vogël në Kosovë se sa në Shqipëri të mishit derrit, ndoshta edhe për shkak të besimit fetar. Gjatë hulumtimit, se përveç mesazhit të parë në fakt që e kemi treguar që në fillim që një kompanie në Shqipëri i ofrohej mish Brazili me dokumenta Kosove, gjë që na nxiti ta nisnim pikërisht si dyshim këtë temë të sotmen. Ne kemi parë disa dokumenta tjera të kompanive të importit të mishit në Republikën e Kosovës. Janë dokumenta që Qendra e Alerti ka siguruar në mënyrë konfidenciale nga burime të ndryshme dhe mund t'i shohim një nga një ndoshta edhe për t'i komentuar. Këto është një dokument shoqërues i mishit, ku numri i plantit, sepse çdo stabiliment apo plant i quajtur ndryshe, ka një numër të vet. Dhe ky numër sigurisht është numri i tij dhe është apo jo i certifikuar i miratuar nga Bashkimi Evropian. Pra, numri po themi i secilit plant. Vazhdojmë me dokumentin tjetër. Janë 2 dokumente, në mos gaboj, ose 3 dhe më pas kemi edhe një kontejner ku sigurisht është importuar nga Brazili me mish gjedhi, ku duket qartë numri i plantit nga vjen produkti dhe që nga verifikime që do të shohim pak më pas, rezulton që nuk janë në faqen në listën e gjithë planteve, stabilimente, thertore, e gjithë shkat produkteve me origjinë shtazore që janë të miratuara në Brazil, pra nga Bashkimi Evropian, nga ku mund. Aty janë gjithë bota, por rasti konkret për Brazil. Dhe kjo është pikërisht faqja e Komisionit Evropian, ku do doja që regjia të më mund të hapte në full screen dhe ta komentoja paksa për të parë se si komentohet aty. Bëhet fjalë për faqen e Komisionit Evropian, zgjidhet shteti ku çfarë ti do të verifikosh. Në rastin konkret ne kemi zgjedhur Brazilin dhe kemi parë plantet, pastaj pjesa e ushqimit dhe kafshëve, kemi kontrolluar me numrat e tre numrat e më parë të planteve, në falni të dokumenteve dhe numrin që ishte vendosur i plantit në kontejner. Të gjitha këto rezultojnë që nuk janë në faqen e Komisionit Evropian. Aty pra ku është database i gjithë stabilimenteve që ata kanë miratuar në të gjithë botën. Sigurisht po të kërkohet me Shqipëri, për shembull gjenden stabilimente nga Shqipëria që janë të miratuara për eksport, produktesh të ndryshme, kryesisht janë non-produkte shtazore, apo peshk, apo vezë klasi B e tjera. Në këtë rast, këto stabilimente, këto numra plantësh që ne kemi parë në dokumenta, nuk gjenden konkretisht në faqen e Komisionit Evropian. Megjithatë, edhe po gjendeshin, kjo nuk e ndryshon faktin që Kosova importon mish nga Brazili, nga stabilimente të pamiratuara nga Bashkimi Evropian, sepse është pranuar vetë tashmë zyrtarisht nga Agjencia e Ushqimit të Kosovës, që thotë që nuk kemi një bazë ligjore specifike për të ndaluar pra mishin nga këto stabilimente që nuk janë miratuar. Tani, Spari thash që në fillim që ky program bëhet për Shqipërinë, bëhet edhe për Kosovën, por në fakt e kemi nisur kryesisht për Kosovën, për shqiptarët e Kosovës, sepse konsumatorët atje Spari janë të pa informuar, deri tani janë të gënjur apo të keq informuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, duke ju fshehur faktin që importi i mishit nga Brazili i gjedhit është nga stabilimente të pamiratuara ose edhe të pamiratuara, pra rëndësi ka që importohet mish, i cili më pas një pjesë e cilit vjen në Shqipëri. Por çfarë ndodh? E përmenda më herët që Kosova importon shumë mish nga Brazili, mish gjedhi, nga gjithë bota, po themi nga Brazili me qenë se dominon, dhe
derë shumë pak, pul po ashtu importohet dhe gjithë më shumë. Dhe çfarë ndodh? Një pjesë e tij vjen për restorantet shqiptare. Një pjesë e tij e gjedhë, gjithmonë flasim për gjedhin. Pulen do ta vijojmë, derrin do ta vijojmë, pulat nga Tajlanda që importohen në Kosovë do t'i vijojmë, mishin e freskët do t'a vijojmë apo kafshët e gjalla. Kemi plot emisione të këtij sezoni në vim. Por çfarë ndodh pra? Ky mish vjen në Shqipëri pari nëpërmjet pikave doganore, qoftë në mënyrë të lishme, qoftë pa lishme, por kryesisht në mënyrë të lishme, dhe blihet, tregtohet me shumicë, tregtohet me pakicë, në tregje të ndryshme, në shërbimin Horeca, pra ne shkojmë në një restorant me 5 hyje, po themi, dhe mund gjejmë aty një biftek shumë të mirë, sepse është marinuar mirë, pjekur mirë, gatuar mirë, por është me mish Brazili dhe fatkeqësisht nga stabilimentet pa miratuara, sepse tashmë nuk po diskutojmë mish Brazili apo vendi. Në një treg global sigurisht prodhimet do jenë globale. Dhe ky mish më pas edhe prodhues tanë të sallameve apo të produkteve të ndryshme të mishit, pra të industrisë mishit, duke qenë se në Shqipëri importojmë më shumë derë, pul, por edhe gjedh, kur mbeten pa mundësi pra nuk kanë sasi për sallam, ose nën produkte i kërkojnë Kosovës, kompanive në Kosovë që na dërgoj X ton aq sa është nevoja dhe vjen ky mish. Pikërisht janë shifra që ne kemi përmendur më herët të importit nga Kosova. Pra kemi stabilimentet pa miratuara, që është rrezik serioz për konsumatorin, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, madje në Shqipëri përveç pjesës konsumatorit, kjo tashmë cënon hapur edhe çështjen e integrimit apo mbylljes së kapitullit 12, për cilin ka nisur edhe kategorizimi, një punë shumë e mirë në fakt për të përshëndetur, por edhe voluminoze e AKU, kategorizimi i operatorëve të biznesit ushqimor, por përveç kategorizimit të subjekteve si do të kategorizohet lënda e parë që ata përdorin, qofse ne flasim për eksport dikur në Bashkimin Evropian. Sigurisht pastaj kjo sjell edhe faturë të ulët, e cila dëmton patjetër edhe biznesin shqiptar në mënyrë shumë të pandershme, dhe sepse nga Kosova në Shqipëri për shkak të marrëveshjes CEFTA eksportohet pa tarifa doganore. Dhe kemi një tabel konkretisht për mishin e gjedhit nga Kosova. Nga stabilimente mesatarisht aktualisht, nga stabilimentet të miratuara nga Bashkimi Evropian, 1 ton mish nga Brazili importohet me çmimin $4.500 për ton, pra aktualisht mesatare e kësaj periudhe. Nuk llogarisim kostet e transportit si luhatën, sepse ato ka çështje karburantesh, pastaj histori tjera. Nga stabilimentet të pamiratuara është 4.000. Pra, sigurisht ka 3.800 nga gjithë hetimet që kemi bërë, por diku po themi kemi vendosur çmimin tavan $4.000 për ton. Pra, $500 diferenca në ton, për një ngarkesë mishi, për 1 ton mish. Herë duke llogaritur, pastaj edhe që një kontejner ka mesatarisht 27 ton. 27 ton mish bëjnë €13.500 vetëm çmim ndryshim kostoje nga një stabiliment i miratuar në një stabiliment të pa miratuar nga Bashkimi Evropian. Plus 10% tarifa doganore, e cila i hiqet, pra importuesit shqiptar paguajnë gjithë detyrimet doganore. Kur ky produkt vjen nga Kosova, në Shqipëri sigurisht nuk paguan detyrimet doganore, është me 0 tarifa, duke e bërë një produkt konkurrues në treg, në raport me çmimin, cilësia absolutisht jo dhe siguria ushqimore, që është më rëndësishme se sa çmimi në këtë rast për ne, janë patjetër me një pikë pyetje të madhe, me një risk shumë serioz për konsumatorët. Gjithë kjo histori, të cilën do ta komentojmë pak më vonë, në fakt përbën një skandal në vetvete për sigurinë ushqimore të Kosovës. Sigurisht në Kosovë është shumë shpejt për të folur për çështje integrimi, por më shumë se sa integrimi një shteti, i rëndësi ka shëndeti publik i popullit të tij, i cili aktualisht cënohet nga ky produkt dhe fatkeqësisht qytetarët e Kosovës nuk e kanë ditur deri tani. Madje as zyrtarët e AUV apo të Ministrisë së Bujqësisë nuk e kanë ditur deri në komunikime që ne kemi pasur me ta, që Kosova importon mish nga Brazili, mish gjedhi, nga stabilimente të pamiratuara nga Bashkimi Evropian. Një skandal në fakt për sigurinë ushqimore, një skandal për institucionin publik që është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, por edhe një përgjegjësi, jo skandal do ta quaja në këtë rast, dhe prandaj autoriteti kombëtar i ushqimit i Shqipërisë në fakt është ftuar për të qenë pjesë e këtij institucioni, nuk kanë ardhur,
problematika është që nuk kthejnë përgjigje dhe kjo është shqetësuese për këtë institucion, por do të kthejnë avash, nuk kanë nga shkojnë dhe ata pa kthyer. Nuk kemi vendosur logon e këtij institucioni si karrige bosh pra në këtë rast, por vetëm ta AU-vit, sepse përgjegjësia e tij është më e vogël. Përgjegjësia e AKU-s është që nuk lejon, pra ndoshta edhe e mirë që nuk lejon mish nga stabilimentet pa miratuar kur vjen nga Brazili, pa miratuar nga BE-ja. Por kur vjen nga Kosova, deri diku AKU nuk ka përgjegjësi sepse vjen me dokumenta si mish Kosove. Ama de facto, jo de jure, de facto AKU e di që ky mish që vjen nga Kosova, i ngrirë, mirëzgjedhi, referuar edhe çmimi, referuar gjithë logjikës biznesit, referuar edhe gjithçka tjetër dhe atyre që vetë ata e dinë realisht, është që ky mish vjen nga Brazili. Mish nga stabilimentet ndoshta AKU nuk ka ditur që është nga stabilimentet pa miratuara, por që vjen mish me origjinë nga Brazili apo nën produkte mishi me mirëzgjedhi origjina po ashtu Brazil, që vinë në Shqipëri, kjo është pak por e sigurt, e kanë ditur. Por zyrtarisht në letra de jure ky mish vjen nga Kosova. Pra AOV cënon sigurinë e qytetarëve të Kosovës, cënon e i ka mashtruar historikisht, por cënon direkt edhe sigurinë e qytetarëve të Shqipërisë, sigurinë ushqimore, flasim gjithsesi. Ne do të shkojmë në pjesën e tretë pas një hapësire tjetër publicitare për diskutuar me një ekspert sigurisë ushqimore për këtë skandal dhe për gjithë situatën e kësaj historie. Kthehemi pas pak. Jemi kthyer në alert në këtë pjesë të tretë dhe siç e keni ndjekur në dy pjesët e para, po diskutojmë për skandalin e mishit me origjinë nga Brazili, mishit të gjedhit, duhet ritheksuar, që importohet në Kosovë nga stabilimente të pamiratuar nga Bashkimi Evropian, ndërkohë autoritetet dhe konkretisht Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës historikisht ka deklaruar që vjen nga stabilimente të miratuar nga Bashkimi Evropian, ndërkohë ky mish, një pjesë e tij sigurisht vjen edhe në Shqipëri, por vjen nga Kosova si produkt Kosove, e që gjithë statistika, gjithë zinxhiri i gjurmimit, çdo dokument i mundshëm përveç asaj deklaratës që vjen pra të mishit si me origjinë nga Kosova, gjithë shifrat, çmimet e tjera e vërtetojnë që është mish nga Brazili. Në është bashkuar në këtë pjesë të tretë për diskutuar për këtë problematik, zoti Kaplan Sulaj është dekan i Fakultetit Bioteknologjisë dhe Ushqimit në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Profesor, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, Granit. Është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ju dhe në dy pjesët e para kemi diskutuar, por kemi folur për çështjen e importit të mishit nga Brazili. Janë me qindra ton që vinë nga Brazili në Kosovë, mirëzgjedhje e theksoj, janë gjithë statistikat e Agjencisë Doganave të Kosovës, Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe madje në një komunikim, në komunikimet që kemi pasur që nga muaji shkurt, AOV e pranon që mishi, pra nuk kemi bazë ligjore specifike që të marrim mish nga stabilimentet miratuara, por e marrim sipas standardeve tona të sigurisë ushqimore. Ndërkohë kemi transmetuar në fakt, gjatë gjithë kohës daljet pediatrike të AU-vit në Kosovë flasin për mish nga stabilimentet të miratuara nga BE e tjera. Nga ana tjetër, një pjesë e këtij mishi vjen edhe në Shqipëri, nga statistikat e AKU-s, nga statistikat e Drejtorisë Përgjithshme të Doganave. Spari sa e rrezikon, a është jo korrekte për konsumatorët e Kosovës, edhe fakti që importohet një mish i tillë, edhe fakti që ata nuk e kanë ditur. Unë do t'i referojmë pak legjislacionit shqiptar, pastaj të kaloj tek pjesa e Kosovës. Legjislacioni shqiptar përcakton qartë që mishi i importit që vjen duhet vi nga stabilimentet të mishi i Brazilit i gjedhit. Dhe i Pulës pas marrëveshjes se kemi transmetuar ata. Duhet të vi nga stabilimentet të certifikuara ose dhe të miratuara të Bashkimit Evropian. Kjo nënkupton që Bashkimi Evropian ka audituar, ka inspektuar dhe ka klasifikuar të gjitha këto stabilimente që prodhojnë mish të freskët të sigurt nga Brazili. Dhe ne si një vend kandidat... Kur themi mish të freskët, sepse kur vjen këtu vjen i ngrirë, por në terma ligjore edhe i ngrirë konsiderohet i freskët sipas kushteve. Po, në terma. Freskia nuk i humbet që nga momenti i tharjes edhe tek që momenti i therjes dhe deri tek ngrirja dhe më tej edhe në një afat caktuar ruajtje quhet mish i freskët, pavarësisht kushteve që ruhet. Sepse kështu e përcakton dhe standardi. Dhe legjislacioni shqiptare, thash më parë, ka përcaktuar qartë që mishi duhet të vi nga stabilimentet certifikuara. Me sa duket ju
e dhartë edhe në diskutimin tuaj dhe në insertet që keni treguat më parë, që diçka luhet në Kosovë me mishin dhe me stabilimentet nga vjen ai nga Brazili. Mund të jetë nga Brazili, mund të jetë nga Argentina, ose edhe një vend tjetër, nuk është e thënë. Jo, edhe një legislacioni jonë e përcakton vetëm Brazilin, e? Edhe Argentina. Nuk ndalon Argentinë, Paraguay, Uruguay, jo, vetëm Brazilin. Unë e di se edhe Argentina, po ndoshta gaboj, unë kemi sa. Unë e di vetëm Brazilin, sepse urdhri i ministrit është vetëm për Brazilin. Okej, dhe Brazili është nga eksportuesit më të mëdhenj të mishit gjedi, dominon edhe Shqipëri. Dhe ne kemi marrë, që nga pas viteve 90, ne kemi importuar mish në Brazili, jo vetëm mish gjedi, po edhe mish qingji, edhe mish llojet, edhe pula, edhe derë, gjitha llojet e mishit që importojnë. Ajo që vjet e re në këtë lloj lëvizje të produktit të mishit të freskët, është fakti që ai hyn në Shqipëri si mish Brazili. Në fakt, në Kosovë dhe me sa duket ai nuk hyn si mish i certifikuar nga stabilimentet e Bashkimit Evropian. Jo, hyn pa certifikim, lejohet. Legjislacioni i Kosovës e lejon, por ai mish, ajo parti mishi dhe ato ngarkesa që vinë nga Brazili, duhet, pavarësisht që mund të rietiketohet, mund të riambalazhohet në Kosovë, ai duhet të tregojë të gjithë gjurmëshmërinë, gjithë dokumentacionit të marrë që nga origjina, që nga Brazili. Kështu që në procedurat e importit, autoritetet shqiptare duhet të kërkojnë dokumentacionin shtesë nga vjen ky produkt. Qofse është i prodhuar në një stabiliment të Kosovës, duhet të di nga do të ketë gjurmëshmëri të mëtejshme. Dhe nga është origjina e viçit, nëse do ishte ashtu. Patjetër, më falë profesor, ne kemi kërkuar në fakt ajo që ndodh në tregtinë e mishit është fakti që kur firmoset një certifikat veterinare, e gjithë pjesa tjetër është e zauruar e gjurmëshmërisë. Ai është akti final që garanton që i gjithë procesi i mëtejshëm i parshëm inspektimit dhe i gjurmëshmërisë mbyllet me certifikatën veterinare. Dhe me sa duket, autoriteti i ushqimit dhe veterinarisë në Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës procedon vetëm me certifikat veterinare dhe jo me dokumenta tjera shtesë. Por autoritetet shqiptare dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shqipëri mund të kërkojë informacion shtesë mbi dokumentacionin dhe gjurmëshmërinë e produktit. Dhe kjo duhet të ndodhë menjëherë, sepse ne duhet që të frenojmë ndoshta parti mishit të cilat mund të mbartin rreziqet të mundshme për konsumatorin shqiptar. Këtë nuk e dim sepse nuk kemi akoma sinjale se çfarë shkallë kontaminimi ka ose çfarë rreziqesh mbart ky mish. Në fakt, ashtu siç mund të jetë dhe mish brenda standardeve, këtë nuk e dim. Por fakti që nuk deklarohen dokumentacion shtesë dhe produkti nuk është i gjurbushëm, ka një pikpyetje të madhe. Profesor, më falë, ne kemi kërkuar AUV-it dokumentin numër 7 në një prej komunikimeve, veç të tjerash, për sasitë e tjera, dhe i kemi kërkuar na dërgoni certifikatat e importit të mishit të gjellit, 1 janar 2025, 31 janar po 2025, kopjet e dosjeve të importit për stabilimentet që nuk janë të miratuara, pra importin që kanë sjell ata, dhe këtu pastaj ata e kanë ndërprerë komunikimin, një herë kanë dashur kohë, pastaj kanë thonë hajde merreni e vet dhe tashmë heshtin. Pra nuk ne kanë vënë dispozicion. Dokumentacioni është legal dhe ai duhet të vijë në dispozicion të çdo të interesuari, aq më keq edhe aq më keq kur ai nuk ekziston ose nuk serviret. Dhe në këtë rast ka një mungesë informacioni dhe mungesë dëshire për ta dhënë këtë dokumentacion. Kjo tregon që diçka nuk shkon në këtë proces. Sepse në një proces normal, kur kërkohet dokumentacioni, kur ai mbartet, thjesht mund i bëhet një fotokopi ose mund të përcjellet në mënyrë elektronike. Jo, pretendojnë se cënohen në emra privatësia, bizneseve, tjera, ndërkohë që unë ju kam kërkuar, unë ju kam thënë që prevalon siguria e konsumatorit. Jo, e mund të prevaloj, mund të fshihet ai emri i asaj, mund të dërgohet certifikati numri ngarkesës, mund të fshihet emri i firmës ose importuesit, por të qëndroni produktit dhe i dokumentacionit mbështetës. Gjithsesi kjo ka ndodhur tani dhe unë mendoj që çfarë masa duhet marrim ne, kjo pjesa e historisë së Kosovës, ata i dalin për zot vet. Me sa duket ata nuk respektojnë asnjë lloj standardi në importin e mishit. Sepse edhe Kosova është një vend i cili ka nënshkruar marrëveshjen
asociimit me Bashkimin Evropian dhe natyrisht është në procesin e parafrimit të legjislacionit. Do nuk e di që, por besoj se edhe aty janë miratuar akte në ligjore të cilat janë unison me legjislacionin e Bashkimit Evropian, cilat përcaktojnë qartë që edhe Kosova duhet të importojë mish nga Brazili nga stabilimentet të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Gjë që nuk ndodh, me sa duket, sepse ata thonë që ne kemi një legjislacion, jemi të lirë të marrim edhe nga stabilimentet e pamiratuara dhe të miratuara të Bashkimit Evropian. Po detyrimisht nuk e kanë nga stabilimentet miratuara, dhe ky është problemi. Nuk e di, duhet parë legjislacionin, nuk jam i saktë për këtë. Jo, e kanë pranuar vetë. E kanë pranuar vetë. Në emailët mund na nxjerrë regjia dhe unë për korrektes. Dakord, ne nuk po hyjmë në lexoj, sapo ta gjej tani mes shumë dokumentash, që au përgjigja, thot në lidhje dokumenti me numër 6, është në lidhje me çështjen e cekur, pra sepse unë i kam pyetur përse lejoni nga stabilimentet pa miratuara, nuk i kam pyetur a lejoni. Po ti kisha pyetur a lejoni, do thonë jo, nuk lejojnë. Kur ja bëra fakt kryer sepse e dija këtë, përgjigje. Në lidhje me çështjen e cekur dhe jo pa qëllim po përsëris, sqarojmë se në Republikën e Kosovës nuk ekziston një dispozitë e veçantë ligjore që i cakton kushtet e importit mishit të gjedhjet ekskluzivisht me miratimin e stabilimenteve nga Bashkimi Evropian. Importi realizohet në përputhje me legjislacionin vendor në fuqi, duke u bazuar në certifikimin zyrtar nga autoriteti kompetent i vendit eksportues dhe kontrollin zyrtar në pikën kufitare me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Pra ata e pranojnë hapur që... Pranojnë. Ajo që ndodh është fakti që ai futet në Shqipëri, që mund të jetë ai ngarkesat mishit futen dhe tjetërsohen në Shqipëri në një lloj mishi i cili përmbush kriteret e Bashkimit Evropian, kur në fakt nuk është i tillë. Sepse në qoftë se ai rietiketohet, me sa duket në Kosovë, dhe hyn si produkt, aku nuk do ta lejonte. Hyn si produkt kosovar. Po, prodhuar në Kosovë. Në fakt, ai s'është prodhuar nga gjedi që theret në Kosovë, ai është prodhuar nga gjedi që nga karkasat vinë nga Brazili. Kështu që ne duhet patjetër që autoriteti kombëtar i ushqimit duhet të marrë masat e menjëhershme për të gjithë importuesit e mishit nga Kosova, për të parë dhe për të veçuar nëse ngarkesat janë të gjërmueshme ose jo. Nëse ato nuk janë të gjërmueshme, ato nuk duhet të hyjnë në vendin tonë. Për faktin sepse ne kemi një legjislacion që kemi pranuar, ne jemi vend kandidat i Bashkimit Evropian. Kjo është histori i procesit, historie që ka ndodhur përpara dhe i procesit të integrimit. Por themelore është ne duhet të mbrojmë konsumatorin shqiptar, duhet të mbrojmë njerëzit dhe popullatën shqiptare nga ekspozimet e rreziqeve të mundshme që mund të vinë nga një mish i cili nuk ka garanci, asnjë lloj garancie të sigurisë, sepse një stabiliment i pamiratuar shpeshherë nuk mund të plotësoj kushtet higjieno-sanitare dhe mund të gjitha ngarkesat që mund të prodhohen mund të jenë të kontaminuara dhe mund të mbartin rreziqe biologjike, jo vetëm kaq, por edhe rreziqe të tjera kimike apo fshehje të tjera të kontaminimit, të cilat mund të jenë në ngarkesë pa certifikuar. A është normale në një vend, dhe Kosova, tani po marr shembull vetëm Kosova në fakt, që gjatë gjithë deklarimeve të saj, unë tre materiale shumë thjeshta screenshot nga media në Kosovë, por historikisht nëse ka deklarata në lidhje me importin, autoritetit deklaron, pra Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, që ne importojmë mish nga Brazili nga stabilimentet miratuara. Qytetarët e Kosovës kështu e dinë faktin. Ndërkohë, tani dele kundërta, a është një pa korrektësi, një mungesë serioziteti dhe transparence me këta qytetarë në Kosovë? Unë se di nëse ata kanë komunikuar. Historikisht. Historikisht kanë... Unë mund gjejmë edhe dokumentin, është një prej dokumentave që kemi nxjerrë në faqet e para, citime nga mediat edhe me emra personash, që ne importojmë nga stabilimentet miratuara. Madje, kur ju kam kërkuar për herë të parë, njerëz nga U dhe njerëz Ministrinë e Bujqësisë Kosovës kanë pyetur shne nga e diti se ne nuk e dim vetë që u importohen nga stabilimentet pa miratuara. Është i pa informuar publiku, me sa duket kjo çështje fshehet. Është fshihet ose është e fshehur për faktin që sepse mund të jetë mish i cilësisë dobët, mish jashtë standardit i cili mund të hyjë në Kosovë. Dhe nuk e di, po duhet të investiguar, duhet parë. Dhe mos komunikimi me publikun dhe thënia që, ose komunikimi në publik që ky produkt të vjen nga stabilimentet miratuara të Bashkimit Evropian,
tregon qartë që këtu diçka nuk shkon. Prandaj duhet rasti duhet hetuar, duhet investiguar deri në gjenezë, duke parë se çfarë ndodh realisht me ngarkesat që futen në Kosovë. Them në Kosovë sepse një pjesë e tyre hyn edhe në vendin tonë. Po, ja konkretisht shifrat. Për vitin 2024, dokumenti 17, në Shqipëri ka hyrë nga Kosova 508.236 kg, mish i ngrirë, si mas nomenklaturës doganave. 5.000? 5.008 ton, po themi. 5.008 ton. Që janë 508.000 kg e ca. Dhe mish i freskët 128.816. Në 2025 janë 302.000 kg mish i ngrirë e 600 e ca dhe 99.867 mish i freskët nga Kosova në Shqipëri. Dhe çuditërisht çmimi është 314 lekë në 2024 për mishin e ngrirë dhe 323.55 për mishin e ngrirë 2025 për kilogram dhe 584 dhe pikë ca dhe 668 lekë 2024-2025. Pra mishi i freskët nga Kosova vjen më i shtrenjtë se sa mishi i ngrirë. Nëse mishi i ngrirë do të ishte po nga Kosova, po themi. I therur aty nga Kafshë, që sigurisht dhe ato vinë nga vende tjera, Hungaria e këto. Nëse do ngrihej, nëse do mbahej në kontejner, nëse ruajnë kushte frigoriferike specifike, në logjik biznesi apo shifrash, a do të ishte më shtrenjtë? Patjetër ishte më shtrenjtë, kosto energjie, kosto ruajtje, do të ishte më shtrenjtë. Po të ishte edhe i Kosovës? Po, edhe i Kosovës, patjetër, çmimi i mishit është rritur, nuk është ai që... Jo, po dhe mbajtja, a do të arriste, a du të jetë i ngrirë më shtrenjtë, se sa i freskëti, në raport me kostot? Jo, i freskëti mund të jetë më shtrenjtë, kur është realisht i freskët. Kur vjen direkt në... Jo, flasim për të freskët. Kur prodhohet në fermat e Kosovës, për shkak të kostove të prodhimit të mishit, mund të jetë më i shtrenjtë. Po, më falë, ta bëjmë këtë, se jo pa qëllim po e bëjmë këtë bisedë. Presupozoj që ky që ka hyrë në Shqipëri është edhe ky i Kosovës, nga fermat Kosovës, sepse ka hyrë me dokumenta Kosove, i ngriri, me këtë çmimin 313 lekë. Tani çmimi që është aty të le të kuptosh që ai nuk është mish i freskët, se nuk ka kosto, nuk ka kosto, edhe të ruhet, edhe të prodhohet në Kosovë, etj. Po të marrim kostot, kjo është e pamundur. Nëse këtij ka dalë kosto 584 lekë i freskët në Kosovë. Veç importi apo i rritur i mbashtuar në Kosovë, i therur ka dalë kosta 584 lekë që ka në Shqipëri. I njëjti proces, mish i vendit i Kosovës apo me veç të importit Hungarisë e tjera, nëse do pra i dilte 584, plus nëse do ruhej në kontejner, frigorifer e tjera, a do duhet i rrite apo do të ishte më shtrenjtë? Patjetër duhet të rrite çmimi. Pra i bëj të pyetje për ta nxjerrë logjikën që ky është importi, është Brazili, është me të njëjtat çmime që vjen nga Brazili, kosta e çmimit Brazilit që ka në doganat e Kosovës, është për vitin 2024 3.59 euro mesatarisht. Është pothuajse... Dhe është 313 lekë për 2024. Për 2025 është 4.3 euro importi në Kosovë, dhe këtu është 325.55 lekë i deklaruar në Shqipëri çmimi. Pra, madje edhe më lirë se sa ka hyrë mesatarja e Amerikës Latine, nuk ka mesatarja në Amerikës Latine për Kosovën. Tani të shitet produkti nën kosto me atë vlerë që hyn në Kosovë dhe të hyn në Shqipëri me çmime të ulët, kjo nuk ka logjik fare. Dhe kemi sallamet, e ham suxhuk, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, pleskavica, sallam të cilat me mirëzgjedhje, shifrat janë për produkte mirëzgjedhje. Të shpreh qartë një 204.85 lekë çmimi i importit. Do të shpreh qartë një fenomen që ndodh tek prodhimi i mishit, sepse Brazili është një nga vendet që ka popullat të madhe gjedhi dhe aty theren një numër i madh krerësh dhe krijon stoket e mishit. Mund të ketë magazina ose frigoriferë gjigantë, të cilët mbartin karkasa dhe mira tonelata mishit gjedhi, i cili kalon dhe afatin e ruajtjes së tij. Dhe ai, nëse një stabiliment është i pamiratuar, i pagjurmueshëm, ne mund të merren edhe mishi i tillë ka kaluar afatin e skadencës dhe të futet në treg. Kështu që duhet parë nëse vërtet ky mish duhet gjurmuar, ka ardhur nga këto lloj stokesh që ndodhen në stabilimentet e Brazilit ose jo. Se ndodh edhe ndodh shumë në Brazil, në Argjentinë dhe në vendet që ka prodhojnë sasi të madhe të mishit, të gjedhit.
Profesor, e nisim këtë emision me faktin që unë po merresha me një deklarat të Ministrit Bujqësisë të asaj kohë 2024 që Faton Petit që fliste për humbjen e gjellit, po them numrit viçave. Sa hynë, sa shkojnë, sa therën e tjera. Por, gjatë kësaj kohë në ra ndorë një dokument, mesazhi me numrin 2, është e ka regjia, i cili thot konkretisht, dhe prandaj na ngriti dyshime, që i thot dikush nga Amerika Latine, një importuesi në Shqipëri, që i thot ngarkesa që mund të kemi nga Paraguay, pra ishte biseduar për një ngarkesë i duhej mishi këtu, është vetëm, pra ishte folur për që të vinte në maj, sepse atëherë duhej. Dyshoj se mund të arrijë në Shqipëri, sepse së shpejti, pra për maj, duke pasur parasysh që koha e tranzitit është afër 3 muaj. Ju lutem, thot, kontrolloni nëse ka ndonjë mundësi për ngarkesë braziliane me dokumentat Kosovës. Megjithatë, thot sigurisht, megjithëse sigurisht nuk është ideale për çfarë kemi biseduar. Tani, kur thot me dokumentat Kosovës, tu lindi dyshimi se çfarë do të thot me dokumentat Kosovës. Se nuk vjen nga Brazili me dokumentat Shqipërisë, meqense që ka direkt apo transport më i shpejt. Dhe kur filluam gjithë të holumtime, gjithë të komunikime, Kosova pranon që nuk vjen me dokumenta nga Brazili, të miratuar nga Brazili. Këtu është dhe problemi, sepse hynë ngarkesa ose hynë mish që nuk prodhohet në stabilimetet certifikuara të Bashkimit Evropian. Dhe në legislacioni shqiptar nuk e lejon. Kjo është shkelje për faktin sepse nuk duhet futet mish i tillë. Është qartë, është duket qartë, nuk ka nevojë që të bëjmë komente dhe të diskutojmë më tej. Në lidhje me sallamet importuara në Shqipëri, nga Kosova, vetëm nga Kosova, me mirëzgjedhje. Kërkesa kjo ka qenë sallama me mirëzgjedhje, pa derë, pa pul, pa gjëra tjera për vështesave që ka një sallam. Kemi 441.121 kg për 2024 dhe 487.400 kg për 2025. Paka shumë të njëjtat shifra ka dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe, dhe ku përfshihet sallam, suxhuk, pleskavica, qofte e tjera. Të gjitha me mirëzgjedhje, flasem me mirëzgjedhje. Se tani po e zhvendos. Tani në Kosovë e dim gjithë që furrat e bukës dhe zgarat qebaptorët janë trend dhe janë nga dy për çdo. Është traditë e tyre. Por edhe në Shqipëri vijnë këto produkte që ne mund të gjejmë lehtësisht në markete, në dyqane, në restorante e kudo tjetër. Bashkë me mishin, pra shifra që përmenda më herë të importit, a janë të rrezikuara qytetarët e Shqipërisë, në falni se të Kosovës po nga këto produkte të Brazilit, kuptoj që vinë nëpërmjet Kosovës? Patjetër, qofse lënda e parë futet në stabilimentet cilat nuk janë të certifikuara, që mund të ketë standarde të ulta të prodhimit të ushqimeve, gjë lëndë e parë mund të futet në sallamerit dhe në industrinë e përpunimit të mishit në Kosovë. Dhe prej tyre mund të prodhohen produktet, siç përmendet ju më parë, që nga suxhuku, së llojet të ndryshme të sallameve, peskavicat, qoftet, të cilat hyjnë në Shqipëri, sepse ne importojmë nga Shqipëria, ose thënë ndryshe tregtarët kosovar ose biznesmenët e kosovar eksportojnë ose shesin në Shqipëri produktet e mishit. Ato rreziqe që ndodhen në parë, natyrisht që transmetohen edhe tek produktet, gjitha llojet produktet e sallameve. Sallamet ndoshta janë pak më të sigurta sepse kalojnë trajtim termik, po bëhet fjalë për peskavicat e qoftet, të cilat janë akoma më të rrezikshme, sepse ato kontaminohen shpejt, por edhe mënyra e përgatitjes së tyre favorizon më tepër rastet e helmimeve dhe të ekspozimeve të konsumatorit sesa ato që trajtohen termikisht, që është llojet e ndryshme të sallamit, ku e përfshir këtu edhe suxhukun. Në fakt, nuk e kujtoj nëse kemi diskutuar bashkë apo jo, kur unë kam analizuar 3 apo 4 vjetë mund të ketë qofte nga zgarat, para pjekjes dhe pas pjekjes, para pjekjes ishin me E. coli. Një pjesë e madhe e mostrave që morën në për zgara ishin me Escherichia coli. Rezultatet e analizave. Nuk ka lidhje me rastin konkret. Shiko çfarë ndodh, rreziku qëndron prapë, sepse ato mund të jenë kontaminuara, ju thatë rastin e parë të Escherichia colit, që është një kontaminant i zakonshëm tek mishi i grirë për shkak të mënyrës prodhimit, por mos harrojmë që ka shtamet e cilat toksikogjenik, të cilët prodhojnë toksina dhe toksina i reziston temperaturave të larta. Tip qoftet ose peskavicat mund të trajtohen termikisht, por toksina mund të ngelet edhe pas trajtimit termik, dhe helmimi mund të ndodh, toksoinfeksioni mund të ndodh edhe pas trajtimit termik. Por nga ana tjetër, shpeshherë ato
fërgohen shumë shpejt dhe temperatura në qendër të produktit nuk arrin që t'i shkatërroj gjithë patogjenët ose kontaminantët e ndryshëm të cilët biologjik të cilët mund të jenë të pranishëm. Dhe prandaj duhet kemi kujdes dhe më themi që një kategori e produkteve të tilla janë mjaft të rrezikshme. Ajo që ngelet nga autoriteti kombëtar i ushqimit i vendit tonë është që ai duhet të ushtroj kontrollet dhe duhet të marrë mostra dhe të analizoj për ngarkesat bakteriale të këtyre produkteve, duke fokusuar kryesisht tek qoftet, peskavicat, tek sallamet me trajtim të ulët termik, po të kontrolluar të gjitha ato për të parë se nëse ka rreziqe të shtuara ose jo. Dhe nëse ngarkesa bakteriale dhe nëse rreziqet janë të shtuara, natyrisht që ka një shkak. Dhe shkaku mund të jetë ai që ne përmendëm më parë. Mund të jetë lënda e parë që futet e cila mbartë rreziqin pastaj në fazat e ndryshme të përpunimit të këtij produkti. E nisëm emisionin me 2 deklarata, në fakt, takimet fundit që kanë pasur kryeministri dhe drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit zonja Gjylameti, me operatorët e biznesit, me institucione tjera, në lidhje me masa që po merren pra në kuadrët të integrimit. Forcimi i sigurisë ushqimore ndoshta ajo për ne këtu, po për integrimin, po kjo rrëmuj në këtë zinxhir furnizimi nëpërmjet Kosovës, nga Brazili, produkte nga stabilimentet pa certifikuara, ndërkohë që ne duam të eksportojmë produkte me origjinë shtazore në BE, edhe sallam sigurisht, apo në produkte ndryshme mishi. A e vështirëson, a e ngadalëson ingranazhet në raport me integrimin gjithmonë? Ky është një problem të mbartur, kemi mbartur në vite. Bëhet fjalë për sistemet e gjurmëshmërisë dhe për gjurmëshmërinë si një proces i cili nuk është i konsoliduar në Shqipëri. Dhe po të shikosh gjithë raport progresin e Bashkimit Evropian, por edhe në të gjitha auditet që ka bërë Bashkimi Evropian me anë të misioneve të ndryshme, në rekomandimet dhe në sugjerimet që kanë kryesisht në rekomandimet, apo në gjetjet, në mangësit që ka përcaktuar, ka treguar qartë që gjurmëshmëria e le për dëshiruar e ushqimeve në Shqipëri. Kjo jo vetëm nuk është vjen për shkak të mos angazhimit të AKU-s, por për shkak të sistemeve dhe të kulturës që kanë bizneset shqiptare të cilët të mos bartin informacion. Pavarësisht se ligji detyron, çdo kompani, çdo aty duhet të ketë një sistem të brendshëm të gjurmimit të produktit. Por të referohemi ka vetëm dokumentacion i cili thjesht i referohet faturave të shitjeve dhe blerjes, pak informacion mbi origjinën e produktit dhe nga mbi lëvizjen e produktit në hapësirë dhe në kohë, nga ka ardhur dhe mbi kushtet e prodhimit të tij. Për mos thënë që në Kosovë këto parti nuk mbartin asnjë lloj dokumentacioni të tillë. Këto ushqimet që mishi freskët dhe që vjen nga i ngrirje, në thonjza i freskët që vjen nga Brazili nuk ka dokumentacion të tillë, sepse nuk është servirur ju dhe nuk është treguar. Se po të ketë, pse jo, pse mos të reklamohet si një produkt i cili ka dokumentacion dhe ka një sistem gjurmëshmërie. Ka një pikpyetje të madhe, kjo tregon që sistemi i gjurmëshmërisë të ushqimeve, pavarësisht që janë produkte të importit, çedon në Shqipëri dhe shpeshherë edhe pikat e kalimit kufitar dhe inspektorët e kalimit kufitar nuk i kushtojnë vëmendje të veçantë. Thotë që shtahip janë pikat e kalimit kufitar, barriera e parë të cilët duhet të kërkojnë dokumentacion plotësues në rastin se ato dyshojnë, për të verifikuar nëse produkti është i sigurt ose jo, nëse është i gjurmueshëm ose jo. Sepse pas gjurmueshmërisë natyrisht fillon siguria, nëse produkti është i gjurmueshëm nga origjina deri aty ku konstatohet ose ku verifikohet, kjo tregon që ka element të sigurisë së këtij produkti. Në rast se ky informacion nuk mbartet, mbi këtë produkt natyrisht që ngrihen pikpyetje për sigurinë e tij. Është një ndikon, ju bët një pyetje përpara që ndikon kjo situatë në procesin e integrimit. Kapitullin 12. Këto janë disa raste, po janë dhe situatat të cilat asnjëherë nuk nderojnë Shqipërinë në procesin e integrimit. Dhe të gjitha, qoftë kjo dhe situatat e tjera, tregojnë që sistemi i sigurisë ushqimore të vendit tonë është një sistem i pakonsoliduar. Kështu që patjetër që ndikojnë. Janë raste të cilat ndikojnë, sepse patëm rastet e helmimeve
përpara të një numrit madh të studentëve të Akademisë së Sigurisë, kemi patur raste të shpërthimeve të smundjeve dhe të gjitha këto ngjarje natyrisht tregojnë që ne jemi një vend që kemi probleme të sigurisë ushqimore. Jo se të gjitha vendet e tjera nuk kanë edhe vendet e zhvilluara. Duhet jemi pak duhet jemi mundësi me i riparu. Duhet flasim në mënyrë reale sepse shpërthimet smundjeve ndodhin në Gjermani, edhe në Britani, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e në të gjitha vendet. Po këtu bëhet fjalë për shembull sa jemi në gjendje në kodën e hapësirën që të gjejmë shkakun. Shkaku merr kohë shpeshherë edhe nuk gjendet. Domethënë ngjelet edhe i pagjetur. Hidhen hipoteza, bën analiza, nuk arrit të gjendet shkaku. Dhe kjo vjen për shkak të mungesës së informacionit. Edhe për shkak të mungesës së sistemeve të gjurmëshmërisë së produkteve ushqimore. Profesor, dhe me qenë se jemi dhe në minutat e fundit, përveç pjesës konsumatorëve edhe i pyetje për biznesin, a dëmtohet edhe biznesin nga konkurenca e pandershme? Dhe përja vetëm 2 shifra, muajt e fundit, mesatarja e një çmimi, një toni mish gjedhi nga Brazili, është $4.500. Nga stabilimentet të miratuar. Nga stabilimentet pa miratuara është maksimumi 4.000. Pra 4.500 është nga të miratuara, maksimumi është 4.000 për ton. 4.800, 700, 900, po në ora tavanin 4.000. Që për diferencë €500 për ton dhe 27 ton mish që ka një kontejner, mesatarisht janë €13.500. Përveç kësaj, mishi importuesit tanë paguajnë detyrimet doganore të vështirë gjitha. Mishi nga Kosova vjen me tarifë 0 doganore, për shkak të marrëveshjes CEFTA e tjera dhe marrëveshjes tregtisë lirë. A ka edhe një konkurrencë të pandershme për të rrezikut? Patjetër ka konkurrencë të pandershme dhe kjo është arsyeja që ka një tendencë për të marrë produkte nga Kosova, për faktin sepse kanë tarifën 0. Dhe të gjitha ata operatorët e biznesit ushqimor, kryesisht të industrisë së mishit që marrin lëndë të parë nga jashtë, përballen me kosto më të larta sepse paguajnë doganën TVSH-n dhe kur dalë në treg lënda e parë nuk del njësoj. Produkti që vjen nga Kosova është me çmim më të lirë dhe i preferohet shpeshherë na shumë për punues të futet si lëndë e parë në industrinë e përpunimit të mishit. Por është një produkt që ka pikë pyetje, një produkt i pasigurt. Kështu që konkurenca e ndershme atyre importuesve dhe biznesmenëve shqiptar që vërtet operojnë me produkte nga Brazili, të cilat janë të certifikuara, është e ashpër dhe ata dëmtohen ekonomikisht. Por nga ana tjetër çfarë ndodh? Produktet që dalin në treg mund të jenë me të njëjtin çmim ose me çmime të përafërta dhe nuk kanë të njëjtën siguri. Ai që vjen me një mish nga Brazili të certifikuar natyrisht është më i sigurt se sa një produkt i cili nuk dihet se nga vjen ose çfarë nga cili stabiliment prodhohet. Pas një lloj informacioni dhe pas një lloj dokumentacioni mbështetës për të verifikuar origjinën e tij. Kështu që dëmtohet edhe operatorët e biznesit ushqimor, por edhe shëndeti i konsumatorëve. Profesor Sulaj, falenderoj shumë që ishin në Alert. Faleminderit dhe ju për ftesën. Shikues nderuar, ky është fundi i programit për ditën e sotme. Çështja e mishit nga stabilimentet pa përpunuara, por edhe e kafshëve gjalla që importohen nga vinë, ku theren, si theren, ku shkojnë, çmimet e tyre, si tregtohen e tjera, sigurisht do t'i ndjekim, kjo çështje vijon. Do të shihemi të premte në ardhshme në orën 21, mos harroni, Alert ritransmetohet nesër në 13:30. Atëherë mirupafshim.